problemi është që reforma në drejtësi nuk themi që ka dështuar. Po e thamë, këta bëjmë gabim të rëndë. Të thuar që s'kemi drejtësit pa anshme dhe as drejtësit cilësore, dështim është. Dhe këtë thot kryeministri i cili merr autorsinë e reformës. Jo, reforma nuk ishte këtë qëllim. Reforma në drejtësi, kur u bë, sepse ishte një sistem i kalbur, një sistem i kapur nga politika, një sistem i korruptuar, thuajse në 90% të gjithë trupës vetë në të gjithë sistemin, edhe përjedhoj patëm ato ndryshime të mëdha edhe në legjislacion, duke filluar nga kushtetuta e Republikës Shqipërisë, patëm atë procesin e vetingut i cili s'duam të pranojmë beri një pastrim të mirë, sikurse e kemi thënë dhe herë tjera që hoqë edhe dika që nuk duhet ta hiqte, apo që ka mbajtur një pjesë edhe nuk është e vogël ajo, që janë për të hequr dhe nuk e meritojnë tjenë në sistemin e drejtësisë. Po sepse janë të korruptuar si ata që u hoqen ata të parët, por i gjetën vjegat prap këta në rrugë edhe mendimin e politikës, edhe mendimin e parave, edhe arritëm të korruptojnë edhe procesin e vetingut, shkallën e parë. I keni denoncuar s'pak të korrupcione por më shumë edhe apelin dhe arritën bje fjala që një gjyqtar e largon komisioni atje, kjo vetingu i shkallës parë, me 3, do më thënë, gjyqtar të 3 unanimat a që të shkarkohet, vete në apel kryesusja që ka relatoria e qeshtje, sot që ka vendosur shumë mirë ajo që ka qeshtje në dorë, plus dhe një tjetër, 2, që ven 5 këta, por dalin 3 të tjerë në apel e thonë jo të kthehet prapë në detyrë, e kthehet në detyrë ajo. 5 ishin akta që janë tiki, që janë deja, por ata fitojnë se 3-2. Një antar të shkallës parë ke deputet të sësë, ma avokat. Po, pikërish, tjetër gjë ajo. Pra, problemi është që vetingu pati dhe... Probleme pati vetingu të kësaj natyre. Ka qëmë pra? Tani, çështja është që kush është, do më thënë ajo, dështimi, do thoshja unë, që nuk u parashikua kur u bë procesi i vetingut, se si do mbushen trupat gjyqësore. Do më thënë, para se ti të bënje këtë... Të kujtohet shpreha e kryeministrit që thoshte më mirë djepi borë se sa djalli brenda. Po, kjo ishe vërtet. Kjo ishe vërtet. Do me thënë, nuk është menduar në atë periudhë për këtë vakum që të tani. Kjo është e vërtet. Edhe më mirë, do më thënë, më mirë do të është edhe për mua, edhe sot, është më mirë kur mos u dhënë, se sa, do më thënë, t'jepet edhe si që po e japin disa në këta gjyqtarë drejtësin në këtë vend. Më mirë mos t'jepet kur. Po, problemi është që ti duhet mendosh që të mbushësh trupat gjyqësore. Dhe që të mbushësh trupat gjyqësore, këta akoma nuk po e mendojnë mirë, edhe sot s'po e mendojnë mirë dhe thellë, sepse nuk din nga të rekrutojnë. Rekrutimi vetëm e shkollën e magistraturës është dështim i sistemi drejtësisë. Kushdo që të përpiqet dhe të mendoj se me shkollën e magistraturës do të reformojnë sistemin e drejtësisë dhe do mbushin trupat gjyqësore, po bëjnë fajin më të rëndë edhe për pak kohë ky sistem, do më thënë, po të ishte SHA apo SHPK, do shpalte falimentimin. Sistemi drejtësisë. Si mund të bëhet, duhet urgjentisht parlamenti i këtij vendi duhet të bëjë ndryshime në ligjin e rekrutimit. Janë me mira jurist në gjithë Shqipërinë, por edhe jashtë që ikin dhe se nuk i punsojmë dot dhe këtu. Minimalisht gjyqtar tranzitor. Dhe janë 14-15.000 avokat, na 15.000 avokat t'jeni të bindur që 10.000 edhe u a the me bindje unë këti gjë, e kanë marë o me blerje diplome të universitetit, o me blerje të licensës avokatit, 10.000, 4.000 janë që janë. Po ndër 4.000 që janë avokat dhe që kanë, do më dhe ne kanë licencën e regullt, në 4.000 do t'i gjesh se zben 1.000 edhe mbush gjithë trupat, duke filluar na gjukat e lartë, edhe të vazhdosh më tej, dhe nuk do të qosh ata na bangoa e shkollës atje magistraturës, dhe na bangot e magistraturës në gjukat apelit. Kjo është turp i dheu, do më dhe si shpo e bëjnë. Më të pazotët. Do bën, jo, po pritse, kush është ai se këtë po pyet? Si është ai që është avokat dhe do të bëhet gjykatës? Ti do shkoje avokat? Jo, nuk është kështu. Nuk është kështu.
Paktën tranzitor, po mund të funksionojë. Unë nuk do të bëj sfidë këtu, por e them e bindje, ja dhe kolegu po doj let ma kundërshtojte, jemi kundër në shumë gjëra, por let më lën maksimumi, let më lën 3 muaj mua këtë punë, edhe të zgjedh 500 që t'jenë gjyqtar dhe prokuror model në çdo pikpamje, vetëm në avokatyja. Edhe të bëj përgjegjësi pastaj për problemi pra. Pyetja është kush është ai që shkon? Shkojnë, ka plot që shkojnë, ka profesionistë që duan drejtësinë dhe duan që të bëhet sistemi dhe shkojnë. Kështu që kjo është e para. Problemi dytë që ka dështuar sistemi i drejtësisë dhe askush nuk po hedh syt më, është fakti që nuk ka vdekur kontrolli sistemi drejtësisë. Ne nuk kemi, domethënë, nuk kemi pushtet. Po ka vdekur Kelegjeja, ka vdekur Kelepeja, ka vdekur edhe në aspektin që nuk kontrollojnë, nuk dinë edhe si ti kontrollojnë gjykatat dhe... Po pse se bëj? Po ke dhe sulmet e kryeministrit ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve. Çfarë reagimesh kanë pas KLP e KLG? Zero. Jo. U mor me prokurore në Shkodër, u mor me gjyqtarë. Ja pse se bëj. Është kundër. U them unë se se bëj. Kryetari i opozitës e ngatroi besën. E ngatroi ndjerin. Shoqata e gjyqtarëve se sa KLG. Pse se bëj? Nuk e bëjnë e para se janë të paftë. Vetëm protestë nuk kanë bërë. E para se janë të paftë. Edhe paftësia me madhe është, edhe të Kelegjeja, edhe të Kelepeja, edhe të instituti. E para. A di pse nuk ra, një sekondo, mund të ashtoj një gjë që nuk e thoni, vetëm një Jo, e them unë, po s'kemi nuk dhe e me radhun, po mos Po kemi ti kam frikë se nuk të shkormën që ti e thu. Ha të të gjoj, pra, pse nuk e bëjnë këta. Ja të them unë. E dyta, që janë, do më thënë, mënyra se si janë ndërtuar, nga ajo që duan votat për të bërë ligjin, këta e kanë bërë politike këto institucione. Këto institucione duam të pranojmë janë politike, të PSS dhe të PD-s. E ka shumicë njëra apo tjetra, e ka fuqin njëri apo tjetri, po faktikisht janë të kapur nga politika. Pra them pushteti, që duhet të ushtrohet mbi gjykatat, prokurorit e të tjera. Pra janë politike. Dhe kur thash të paaft, kam parasysh këtë fakt. Merrni edhe foli kolegu për vendimet gjyqësore. Nëse ti do që ti e vadosh dosjet që janë stoqe, edhe në gjukat shkallës parë, edhe në gjukat lartë, edhe në gjukat apelit, që janë stoqe të mëdha atje, elimino lafologjin boshe në vendime. Elimino volumin. E tha Sadushi. E tha Sadushi, por faktikisht, do më thënë, edhe vetë Sadushi duhet ta kontrolloj këtë gjë, e ta bëj dhe tek vetja e vetë, kur arsueton vendimin, vendimet e ndryshme. Shumë drejt e tha, po problemi është, këta fillojnë, juridikcion, 3 faqe, kompetencë, 3 faqe, pastaj, pa ditë si thotë këshu, i pa ditur i thotë këshu, kundërshtoj pa ditur i këshu, në vendim shkruajnë 3 këto. Po është proces verbal. Po çfarë është kjo? Po këto janë çmendurira. Ligji procedural, si civil, si penal, e detyron gjyqtarin të arsyetojë vendimin. Pra, kjo provë është e ligjshme. Kjo provë nuk lidhet me objektin e padisë. Se fundja unë në apel, apo në gjykat lartë, do kundërshtoj arsyetimin. Problemi është që kjo provë lidhet me këtë. Arsyetimi është i gabuar, është pa bazë ligjore, është... Një vendim gjyqësor që duhet të ketë në përmbajtjen e vetë, thelbin e zgjidhjes së konfliktit, apo thelbin e dënimit, qa vepre penale ka kryer ky person. Ky person ka kryer korrupsionin pasiv. Qëfar ka? Ka marrë të shumë dhe kjo provohet me këte. Kjo humbet në vendim. Kjo nuk duket, vetëm kjo nuk duket. Qa ka bërë kjo person nuk duket. Pse? Se e mbulojnë 50 faqet tjera uj, që janë kotë, edhe pastaj ti nuk merr vesh se qëfar. Dhe nëse gjyqtarët, po edhe prokurorët që ndërtojnë ato akt akuzat, edhe qojnë dosjen atje këtyre, edhe në mënyra si i lidhin dosjet, merë futi, i qërë gjukatës, një prokuror, një dosje me 1800 faqe. Në një kohë që provat dëshmitarët që duhet, e gjitha këto maksimali janë 100 faqe. Duke i quar ti 18.000 faqe, a i nuk e lexon fare më gjyqtar, nuk arrin do të lexoj gjë.
ose do mbytet edhe thotë unë jam i ngarkuar shumë. Edhe në vend që të gjykoj 150 çështje, ai merret me një. Edhe vendimi gjyqësor, një vendim gjyqësor që japin këta me 60-70 faqe, po të ketë ekonomi. Si gjitha këto avokat, se mund të reshtojnë pa fund, unë e di mund të reshtojnë. Po e qartesh, po këtë gjë, kush duhet ta bëj? Më mbeti merak ajo që thotë Flogerti që pse se thonë. Po le ta thotë se ja them unë pastaj, ja ta thotë Flogerti dhe ja pohoj unë. Ka një gjë, këta të KLG-s dhe të KLP-s nuk reagojnë kundrejt SPAK-ut dhe GKK-s, do flasim për pjesën e vërtet të punës, apo do flasim për këto cilë që flenë?